Yasin, si ishte fillimi që kishe dëgjuar për Dubajin, pak a shumë çfarë mendimesh kishe njohuri apo jo për Dubajin? Unë kisha disa familjar këtu në Dubai që 10 vite që punonin edhe jetonin, edhe isha kogja familjar me çështjen e marketit të Dubait. Eksperiencë këtu përvoj kam 5 vite, edhe kisha fatin që të vi të punoj si trajner në ushtri, të kontribuoj në ushtrinë e Emiratëve. Diku 3 vite kam kontribu aty, edhe për gjatë rrugtimit tim në Dubai edhe kam eksploru real estate-in edhe patundshmërisë. Kjo është fillimi për mua, po për ty si ka qenë fillimi? Rrugtimi im në pjesën e real estate-it është gati mbi 10 vjet. Domethënë në Shqipëri ne kemi qenë nga të parët që kemi hapur agjencinë imobiliare dhe kemi një eksperiencë goxha të mirë. Mbas shumë kohësh, flasim, u bën gati diku në mars të 2022-shit, ne kemi ardhur për herë të parë në Dubai, unë bashkë me vllajën, dhe ishim komplet të rinj, nuk njihnim asnjë, dhe çdo gjë, po themi, filloi nga e para, vetëm me eksperiencën që kishim ndër vite për pjesën e Shqipërisë. Normalisht fillimi ishte shumë i vështirë, pasi ambientimi i tregut, ndryshimi është shumë i madh, klasë Shqipëri, Dubai, ligjet, por pak a shumë formula ishte po e njëjtë në pjesën e real estate-it, trajtimit pronës, prezantimit dhe trajtimit ose pjesa e dokumentacionit deri në përfundim, po themi, të marrëveshjeve që bënim me klientët. Duke qenë se eksperienca jote, flasim në pjesën e ushtrisë, ishte bazuar në një rutinë të përditshme, mbase rrogë dhe pak a shumë njëta gjëra të përditshme. Kjo pjesa e real estate-it, mbase të intrigoj pak që të ndryshoje nga rutina e përditshme, sepse normalisht kjo është një punë shumë më e mirë, shef njerëz më shumë, njeh ambientet, zonat, pronat, dhe pse jo përfundimin. Pak a shumë si e pate këtë, si ta dha kjo ide? Atëherë, sa i përket tranzicionit tim prej trajner në ushtri në real estate, ka ndodhur diku te viti i dytë këtu në Dubai, sepse real estate është shumë në qendër të vëmendjes këtu, edhe pata fatin që të blej aso kohë një gasonier për vete, një studio të vogël, edhe prej atij momenti, domethënë e kum pa rrjedhshmërinë e real estate-it këtu. Si mundësi? Po pra, si mundësi, edhe me kalimin e kohës e kum pas se është kogja profitabile, si domethënë nga një perspektivë të një investori, e pastaj pasi mbarova kontratën në ushtri, vendosa edhe që të mirëm edhe me patundshmëri, domethënë full time. Dinamika e këtij profesioni është komplet ndryshe me ushtrinë, megjithse janë disa pjesë që më kanë ndihmuar prej punës kaluar, domethënë është konsistenca edhe disiplina që më ka ofruar ushtria, më kanë ndihmuar në këtë aspekt shumë. Kjo është gjë e mirë, pasi në këtë punë, flasim të real estate-it, patjetër që disiplina, korrektësia janë bazat. Sepse këtë marrëdhënie me njerëzit, duhet të jesh sa më korrekt, i qartë për ato që themi, që bëjmë. Patjetër përcjellja e informacionit është komplet transparent, siç e bën dhe vendi këtu, që ky është një avantazh shumë i madh, paktën për fushën tonë, sepse këtu çdo gjë është transparente. Shteti është super funksional, është për njerëzit, ndihmon të gjithë bizneset dhe besoj kjo do të jetë një alternativë më tepër që ti shtosh më shumë forca dhe pra, vlera. Ato që ofrojmë neve, i shtojmë vlera, domethënë këtu avantazhi kryesor për ne është që Dubai, si Dubai e shet vetveten, domethënë ne nuk kemi nevojë që t'i tregojmë shumë njerëzve se çka ofron, vetëm vetë fakti që pa taksa është patundshmëria. Edhe gjithë procesi i transaksionit kur unë vendosa me bleja gasonerkën ka qenë shumë i rrjedhshëm, domethënë prej fillimit deri në fund për një javë,
vetëm se e kum ble edhe gjithçka ka qenë transparente, domethënë prej aplikacioneve të shtetit DLD, i cili është Dubai Land Department, departamenti i pronave të shtetit, gjithçka është transparente në Dubai. Se për shembull në Kosovë zgjat kogja shumë procesi i blerjes, përpos asaj këtu edhe kthimi në investim është shumë më i madh. Edhe ajo thjesht më ka bërë përshtypje që të vazhdoj edhe ta ndjek këtë profesion. Si e kam prit klientët tu në Shqipëri, domethënë projektet që i ke dërgu? Atëherë, në pjesën e rrugtimit tim, u bën gati të paktën 1 vit nga sot, që unë jam transferuar totalisht në Dubai. Dhe kjo gjë më dha një mundësi shumë të mirë që të njoh projektet shumë më mirë, sepse i prek, je afër. Godinat, pallatet, gjithçka është më e thjeshtë kur je këtu. Dhe fillimet ishin mbase eksperienca, po edhe pak fati, po edhe pak shoqëria, njohuritë e mira që kemi, më bëri që direkt, po themi nga fillimet, të mbyll disa transaksione. Domethënë ishin projekte goxha të mira, me çmim dhe lokacion shumë të mirë, dhe kishim njerëz që ishin të interesuar, sepse po themi pjesa marketingut për Dubain tashmë është bërë botërore. Dhe shumë njerëz po e njohin, po pyesin, dhe normalisht fillimi është pak, po themi, është ato emocionet e fillimit, pak më i vështirë, më thonë, sa pavarësisht se procesi këtu është super i lehtë, siç patëm të thënë edhe përpara. Dhe ishte shumë pozitiv, sepse kjo gjë, si thua, të hyp në shkallë. U bën 1, u bën 2, tani patjetër që çdo gjë është edhe më e lehtë për ne. Flas në pjesën e prezantimit, në pjesën e orientimit, edhe po themi kjo konsulta financiare, sepse ka dikush që do të investojë, nuk është të thënë që të vinë patjetër të jetojnë. Kemi edhe kërkesa goxha që duan të bëjnë transferim total në vendet ku janë nëpër Europë, pak në flas për shqiptarët tanë, që duan të fillojnë një jetë të re në Dubai. Tani në rastin ton, si në premium, ne i ndihmojmë edhe për pjesën e, si thua, për gjetjen e banesës të shtëpisë, dhe pse jo për hapje të një biznesi të ri. Është komplet mundësia që të fillojnë biznes ose në një punë për ata që mund të jenë në profesionin e tyre. Meqense ti u bëre gati 5 vjet Dubai. Pak a shumë, si e ke parashikuar të ardhmen tënde? Duke parë plas vendin, sistemin, si e mendon? Po, atëherë unë 5 vjet këtu në Dubai përbes nuk e shoh veten tjetër ka. Shkoj shumë shpesh në pushim në Kosovë, edhe pse është vendi im, po mirë po nga aspekti i sigurisë, edhe tash fal Zotit u bora edhe baba shumë shpejt, edhe tash po e shoh me një perspektivë pak më ndryshe, edhe aspekti i sigurisë këtu është tjetër nivel, gjithashtu edhe i arsimimit, shkollat më të mira në botë, edhe kjo është besoj që përveç me edhe shumë rezident tjerë po i tërhek Dubai. Vetëm muajin nëntor të këtij viti, vetëm sa e pash në statistika, diku rreth 17.000 rezident janë bërë në Dubai, dhe ky numër vetëm po shkon të rrit. Domthonë diku për këtë vit janë bërë diku 200.000 rezident në Dubai. Po, sepse ky është plani i shtetit, që deri në 2040, sot janë gati 4.100.000 po shkon. Deri në 2040 ta bëjnë afërsisht 7 milionë gjysmë. Domethënë gati një 2 fishim të popullsisë. Dhe fakti që po tregon gjithë të interesim, tregon që këtu diçka ka. Dhe njerëzit po afrohen, po informohen, dhe shumica kanë marrë hapat vendimtare që po transferohen në Dubai. Flasim përfundimisht, jo vetëm për të punuar ose të investuar. Po, sidomos këto kohët e fundit, se në fillim gjithmonë investorët më të mëdhenj, milionerë e bilionerë vinë spari. Ata e kanë akses në informata në fillim. Mirë po, këto kohët e fundit po shohim edhe shumë njerëz prej backgroundeve normale që kanë ardhur dhe janë të ardhur në Dubai, sidomos prej perëndimeve prej Evropës, sepse posh që
Janë të e planifiku një farë CBDC është plan për cryptocurrency edhe parë digjitale, do më thonë është një projekt që do të largojnë cashin total nga përdorimi në Evropë. E që ky plan është diku rreth 2 edhe 3 vjet në përfundim e sipër, kështu që gjithë ata investorë dhe gjithë ata njerëz që mbojnë cash, sidomos na si shqiptar kudo në botë, e kemi shumë qef cashin edhe Dubai, do më thonë, nuk i ka këto lloj plan programe. Dubai është në një lloj market konservativ dhe e vlerëson investorin. Ti Michel the që një vjet je shpërngul totalisht në Dubai. Çfarë janë planet tua fatgjatë? Kjo periudhë për mua është investim. Domethënë paktën ky vit i fundit. Dhe plani pak a shumë që po krijoj është që ta vazhdoj këtë rrugtim. Sepse mundësitë, siç folëm më përpara, janë shumë të mëdha, flasim gjithmonë arsimi, shkollat, siguria, pastërtia, po edhe njerëzit, sepse këtu nga që janë shumë nacionalitete, nuk kemi kështu kompleksesh, domethënë secili shef punën e vet, shef jetën e vet, nuk të bëhet barë asnjë, domethënë nuk ke stres, po themi, dhe pse jo një të ardhme, patjetër që mund të bashkoj dhe familjen time këtu, sepse normalisht duam gjithmonë më të mirën. Atëherë, faleminderit që na ndoqët në këtë episodin ton të parë. Jemi vetëm në fillimet e këtij podcasti që mendojmë që është shumë produktiv dhe mesazh që mund t'i japim bashkëdhetarëve tanë. Ne do jemi në Dubai, ju mikpresim dhe për çdo lloj informacioni ose pyetje që mund të keni, tashmë e dini ku na gjeni. Premium International, zyra është në Business Bay, gjithmonë jeni të mikpritur për çdo gjë rreth Dubait. Faleminderit shumë. Faleminderit Jasin. Faleminderit zotëri Michel, gjithashtu, gjithë të mirat. Faleminderit.